Megjithse deputeti socialist Eduard Ndocaj mohoi të jetë sulmuar fizikisht mbrëmjen e së dielës në Prizren, faktet flasin të kundërtën. Kryeprokurori i Prizrenit Syle Hoxha në një intervistë për News 24 jo vetëm pohon që Ndocaj është goditur, por bën të ditur dhe arrestimin e autorit Ilirian Bytytsi nga Kosova, person me precedent të mëparshëm penal i akuzuar për prostitucion e trafik droge. Sipas raportimit që më ka raportuar prokurori i çështjes, ditën kritike duke u kthyer nga PEA, deputeti i Parlamentit Shqipërisë të një qendër tregtare që quhet Laja në Landovic, këtu afër Prizrenit, ka ndodhur një incident e në ndërkohë është arrestuar dhe shtetasi tjetër i Republikës Kosovës, bëhet fjalë për një lëndim të lehtë trupor, një goditje, ashtu që për fat nuk ka ndodhur ndonjë plagosje me rënd apo me pasojë apo me lëndime mbatrama. Deputeti Ndocaj është ai që ka njoftuar policinë? Po, sipas informatave, po ai ka njoftuar policinë për incidentin që ka ndodhur. Rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja sërish i pohon në mënyrë zyrtare kryeprokurori i Prizrenit. Sipas tij, deputeti Ndocaj ishte i shoqëruar nga një femër në automjet dhe bashkë me ta ndodheshin dhe dy meshkuj të tjerë. E di që ka qenë me i shoqëruar me ndonjë femër, ka qenë edhe në makinën tjetër që në taku ka qenë me femra, po kush kanë qenë, unë për momentin nuk e di kush kanë qenë. Ndërkohë nga ana tjetër, deputeti ynë nuk e pranon një gjë të tillë. Të gjitha gjërat që ju thatë, ju jeni dhe zyrtar i lartë, jeni kryeprokurori i komunës Prizrenit, janë të gjitha gjërat zyrtare. Këto që ka pyetëm janë zyrtare, janë raportimin nga policia e Kosovës, njësiti i caktuar i hetimeve dhe nga prokurori kujdestar dhe prokurori i çështjes, i cili po trajton këtë çështje. Policia e Kosovës ka shoqëruar për këtë ngjarje edhe shqiptarin nga Kuksi Evata. Sipas deklarimeve të deputetit Ndocaj, ky i fundit nuk e ka sulmuar fizikisht, por shoqëronte në momentin e incidentit autorin. Incidenti ndodhi mbrëmjen e së dielës pranë një qendre tregtare në fshatin Landovic, teksa deputeti kthehej nga PEA. Sipas hetimeve të para nga organet e akuzës në Kosovë, incidenti ka qenë i çastit.